Mura. Kjo është receta. Aty shkruan cilat barna duhet t'i blini, i tha doktori djaloshit, duke ja vendosur letrën në dorë me një shikim plot keqardhje. Djaloshi 17 vjeçar, me sy të skuqur nga pagjumësia, e shtrëngoi recetën sikur të ishte i fundit, fije shprese që e lidhte me jetën e së ëmës. Kishte 48 orë që rrinte para derës së spitalit, si një pemë e vetmuar në mes të një stuhie, pa ngrënë, pa gjumë, vetëm me zemrën që i rrihte si një zog i plagosur në kafaz. Zbriti shkallët ngadalë, si kur çdo hap t'i rëndonte si plumb. O, Zot më ndihmo, më tregon një rrugë. Psherëtiu duke ndjerë se trupi i tij i lodhur po dorëzohej, por shpirti vazhdonte të kërkonte forcë. Ai nuk ishte vetëm një djalë 17 vjeçar. Ai ishte vëllai 2 motrave të vogla. Një kapiten i detyruar të drejtonte një anije të vogël përmes një oqeani të turbur. Nëna e tij kishte pësuar një atak në zemër. Duhej të stendohej. Por varfria, varfria, ishte si një mur i madh i errët që nuk e linte të shite dritën për tej. Hapat e tij u bën gjithnjë më të rëndë, sikur toka nën këmbë të ishte mbushur me gur mortor. Ku t'i gjej parat, mendoi ndërsa një lot i vetmuar i rrëshqiti në faqe. Një furtunë mendimesh i përplasej në kokë si valë të pamëshirshme. Ishte i raskapitur, i lodhur, jo vetëm nga pagjumësia, por nga dhimbja, nga ndjenja e pafuqisë. Djersa i përziej me lot në fytyrë. Pa pritur, një mendim i errët i u rrotullua në mendje si një gjarpër helmues. Të vjedh, vetëm për t'ia shpëtuar jetën nënës. A nuk do t'ishte e drejtë? Një fllat i ftohtë ia përshkoi trupin. Ishte ndërgjegjja e tij, zëri i brendshëm që i foli me një forcë të pashpjegueshme. Zoti nuk e do padrejtësinë. Ai nuk të sprovon që të biesh, por që të ngritesh. Jo. Kur nuk do të binte në humnerën e mëkatit. Ecin e tij e ndali një dritë e papritur shprese. Një dorë ngrohtë e preki lehtë në shpatull. Ishte një burr i moshuar me sy të mbushur me dritën e mirësisë. Merr këto para, birr. Bli i barërat për nënën tënde. Djaloshi nuk e njehte këtë njeri, por lotët i shpërthyen pa mundur t'i ndalonte. Kush jeni ju? Pse më ndihmoni? Burri buzëqeshi lehtë. Kur lutesh me gjithë shpirt, Zoti i dëgjon lutjet e tua. Dhe ndonjëherë ai dërgon diko që të ndihmoj. Me zemrën që i rrihte si një daulle shprese, djaloshi vrapoi drejt spitalit. Ecte sikur krahët e padukshëm të engjëjve, po e shtynin përpara. Faleminderit, o Zot, ti je gjithmonë pranë. Kur hapi derën e spitalit dhe ngjiti shkallët, ndjeu se e gjithë errësira që e kishte mbështjellë deri atëherë po largohej. Ishte i lodhur, por i mbushur me besim. E gjeti mjekun duke dalë nga dhoma e nënës. Zemra i rrahu fort, sikur donte të dilte nga gjoksi. Ja barërat, doktor, i solla, dhe me zë të dridhur duke shtrirë duart. Por mjeku tundi kokën lehtë. Një re e zezë i rambi fytyrë. Më vjen keq. Nuk nevojiten më. Nëna juaj ikun nga kjo botë. Djaloshi ngriti syt nga qielli, duke ndjerë se bota ati u përmbys. Një dhimbje e fortë i shpoi gjoksin, por pastaj një ndjen tjetër, një qetësi e pashpjegueshme e pushtoi. E dinte që ajo nuk ishte zhdukur. Zoti e kishte marrë pranë tij larg vuajtjeve të kësaj bote. Ra në gjunjë, me sytë e mbushur me lot, por jo me dëshpërim. O Zot, e di që ti nuk më lën vetëm, më jep forcë për të vazhduar. Dhe diku, në thellësinë e shpirtit të tij, ai e ndjeu përgjigjen, një dritë që nuk shuhej,
një forcë që nuk mposhtej, një Zot që gjithmonë ishte aty.